gazifikimin e Thëngjillit? Shumë, ne po shohim, nuk kemi të bëjmë me gazifikim, nuk kemi të bëjmë me lidhjen në kyçjen e Vlorës. Sjellja e qeverisë është sjellje e tillë që veç po lyp arsye qysh me refuzu. Tash paramendoj të në kohën janë krenu që e kanë anullu Counter Global marrëveshjen që kemi pas nënshkruar në vitin 2019-2018, kurse tash e pas kanë zbuluar që kemi Thëngjell. Pse me gaz kur kemi Thëngjell? Ma shumë e shoh reagimin e qeverisë dhe në këtë aspekt edhe ministri Zezvanolli si një mënyrë që është me ikë dhe mos me pranu termocentralin me gaz, se sa se kanë një vizion apo kanë një ide për rritjen e kapaciteteve energjetike të Kosovës. Nuk po flasëm për një parti politike që tash ka orë në pushtet, po flasëm për një parti politike që është viti 7 buxhetor, vitin 2019, për vitin 2020 është buxheti, kurse këta janë të këto vite. Asnjë iniciativë të vetë